Ndjenja normal, si lojtari i Shkëndijës është një ndjenjë e papërshkrueshme të them. Dhe jam shumë i lumtur që kam firmosur në Shkëndijë, ku këtë moment e kam pritur shumë gjatë. Ndoshta nuk kisha fatin që para 4 viteve të debutoja, por besoj se tash erdhi momenti dhe jam shumë i lumtur për këtë moment. Një lojtar i rritur nga Akademia e Shkëndijës gjithmonë ndron të jetë pjesë e ekipit të parë. Sigurisht që je kalitur dhe ke fituar përvojë të mjaftueshme qoftë me ekipet përfaqësuese të shpresave, qoftë edhe me skuadrat paraprake të luajtur. Je lumtur që ëndra e fëmijërisë të realizohet, sepse tek e fundit kur fillon te Shkëndija, dëshiron dhe ndron të jesh pjesë e ekipit të parë. Normal, jam shumë i lumtur. Çdo fëmijë që është në Akademinë e Shkëndijës e ka ëndër themi që një ditë të luaj për ekipin e parë. Dhe normal edhe për mua ishte një ëndër dhe sot u realizua dhe jam shumë i lumtur. Sigurisht që respekt për gjithat që ke ndërtuar me skuadrat tua paraprake, por e din që Shkëndija gjithmonë kërkon diçka më shumë. Edhe titulli kur fitohet, kërkohet sukses në Europë. Je i gatshëm për gjithat që pritet në këtë skuadër? Po, jam i gatshëm. Dhe e di se çfarë kërkohet në klubin e Shkëndijës. Dhe jam i gatshëm që gjitha synimet që i ka klubi të jap maksimumin dhe të arrijmë si në Evropë, po ashtu edhe në kampionatin e Maqedonisë.